Sërish rritën çmimet e derivateve. Komisioni Rregullator për Energjetik vendosi që çmimet e benzinës të rriten për 7 denar, ndërsa për dizelin për 6.5 denar për litër. Benzina Euro Super 95 dhe 98 nga mesnata do të shiten për 86.5 denar për litër, përkatësisht 88.5 denar. Çmimi i dizelit për 1 litër shkon në 92 denar. Edhe vaji ekstra i lehtë për anvistri shtrejtohet për 7 denar dhe do të shitet për 89.5 denar për litër. Me të kuptuar që çmimet e derivateve do të shtrejtohen sërish nga mesnata, qytetarët janë mësyn pikave të karburantit ku po presin radhët për të mbushur atë sa ju japin. Në disa vende po japin të kufizuar nga 1.000 denar, por ka dhe pikat të karburantit që janë mbushur mend nga java e kaluar, nga kontrollet e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, të cilët nuk po kufizojnë derivatet dhe si rrjedhoj po mbushin qytetarët sikur automjetet ashtu edhe kamionet më të mëdhaj. Shtrejt, po shka me bostës. Nësi kjo kriza botërore dhe se ka pak tolerancë, jo akciza, jo të vësheja, pak me zbrit, ma mirë kam. Sa e vështirë për buxhetin familjar? Po që tash du të me bushe dhe ma bes me vozit janë 1 muj. Pa sa po ju japin? Apo japin? Po japin, sa dush. Se знаеш, че дека ќе се поскапи да веќе горивото, значи тоа е еве сега полно ќе пак ќе се покачи. Колку е тешко за семеен буџет? Па нормално дека е тешко што не можеш да одвоиш. Например, горивото например сега например ќе се намали сега моментално. Јас например речеме до работа и само до дома. Не можам например да се вака да се опуштам да возам например че низ градот. Qytetarët po mendojnë t'i lojnë fare makinat në garazhe dhe të shkojnë me mjetet e tjera transporti. Por ka prej tyre që me kohë kanë bërë zgjidhjen për lëvizjen me mjete alternative, siç është biçikleta. Aty ju sugjeroj që mos më i përdor pa nevojë. Po. Kërë. Po nevoja që paqare me isos. Po. Ama duhet me u rregullu kjo, jo se për naftin, ama kjo është shumë, duhet me vëna e ren tjetër në pozitën. Pa, sigurno ќе razmislom. Već razmislom. Ne znam što ќе pravim. Друг начин на превоз? Да, најверојатно. Што значи Ali ова за живеам семеен далеку, буџет? така да морам детето да го носам до школа и сигурно ќе немам друг избор, ќе морам со кола. Nga Komisioni Rregullator i Energjetikës thonë se vendimi sotëm për çmimet e derivateve të naftës është rezultati i rritjes së çmimeve të derivateve të naftës në bursën botërore, si dhe rritjes së vazhdueshme të dollarit kundrejt denarit në periudhën e kaluar 5 ditore. Në të njëjtën kohë, Komisioni Rregullator i Energjetikës u jep udhëzime kompanive të naftës të ulin çmimet me pakicë për 2 denar për litër, në përputhje me zbritjen e rënë dakord nga qeveria me furnizuesin kryesor Okta, gjë që do të mundsojë qytetarëve të ndjejnë drejt për drejt përfitimet e kësaj uljeje. Nga Inspektorati Shtetëror i Tregut thonë se kontrollet vazhdojnë në terren edhe deri më tani janë duke vepruar sipas denoncimeve të qytetarëve, në mënyrë që mos të fshihen depozitat e derivateve për t'u shitur me çmimin e ri pas mesnate. Duke përfshirë 3 të hënat e marsit, çmimet e derivateve janë rritur për afro 25%, por autoritetet thonë se akoma ne mbetemi më të lirat në Ballkan dhe në Europë.